Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Edhe sot vlezër, nga leximi i librit të Sahih ad-Dua të sheikhut të nderuar Bekar Abdullah Abu Zeidit, Allahu e mëshiroft, jemi me tespia dhe çudit rreth tyre, egzagerimit, teprimit në shenjtërimin që i është bërë atyre. Dhe si çdo dhe autori, dhe ne do të lexojmë diçka dhe do të habitemi, të lexosh librat e sufistëve, kur flasim për atë shenjtërimin që i kanë bërë tespijave, çuditesh. Pra çuditesh se edhe pyet veten, a i kanë mbetur logjik dhe arsye njerëzve të tillë? Thot autori në këtë nën temë, thot diçka thot nga ato çudit apo mrekullit e pretenduara rreth tespijave. Pra thënë ndryshe disa paralla rreth tespijave ose paralla me tespija. Dhe edhe librat e sufistëve vlezër rreth kerameteve janë të tillë që po të vinë ai skenarist apo regjisor i Hollywoodit, do të gjej material për jo për një film, por për telenovela me seri të gjata pa mbarime, kupton? Dhe përmend një prej tyre, thotë që e përcjell Sujuti. Sujuti, Allah më shiroft, ka kontribut madh në fe, në fushën e hadithit, në tefsir, por ka qenë në akiden e sharie, dhe ka qenë i ndikuar me sufistët, nga sufistët. Dhe thot, sjell një nga ato tregimet apo në realitet që janë si paralla të sufistëve, se thotë më ka treguar mua dikush që të cilit unë i besoj një histori, dhe ky që i ka treguar është personazh ose është pjesë e historisë. Se një herë ishin me një karvan pranë Beitul Maqdis, Kutsit, pranë Kutsit. Dhe papritur i del një grup grabitësish në rrugë. Papritur i dalin njerëz të armatosur me ato armat e asaj kohe për t'i grabitur. Filluan ta kontrollojnë karvanin për të marrë çfarë malli apo pasurie që i duhen dhe i nevojite atyre. Dhe pastaj edhe mua, thotë ky që është pjesë e historisë, personazh në histori. Dhe mua kontrolluan deri tek rrobat, thotë me një fjalë. Dhe më morën edhe atë çallmën për të pamën, se mund të çifshin gjëra brenda në çallë, se dieshin atë që ishte hajdut rrugë. Atëherë kanë qenë hajdut rrugë, sot i hajdutët me pushtet, vjedhin në mënyrë tjetër, kupton? Kanë përparuar, ka evolu vjedhja dhe zullumi. Dhe papritur nga çallma ime bien te spitë e mia, thot ky personin. Ata kur e pan, than, ky është njëri që bën tespi. Ky është njëri që bën tespi dhe i arthyen atij gjithë çfarë kishin gjetur prej pasurisë për shkak të tespive. Pra shini çfarë madhërimi pa bazë, kupton? Kishin si hajdutët, por edhe ky tjetri për tespit. Pra thjesht fakti që i gjetën tespi, ai mund të ishte edhe Kur'an me vete. Po ja, tespit. Mund të ishte edhe një libër haditesh me vete. Ja, apo një libër feje. Apo mjaftonte që ishte muslimane vëlla. Ja, tespit janë më me vlerë, më të rëndësishme, më të shenjta se diçka tjetër. Dhe thotë Sujuti në fund, dhe u larguan ato nga motën, larguan. Thotë Sujuti në fund, shikoj vëlla, thotë te ky mjet i bereqetshëm. Te ky mjet i bereqetshëm, i cili ka përmbledhur hajrin e dynjas dhe të ahiretit. Fjalë pa bazë. Fjalë pa bazë. Me atë pa i humbur Sujutit atë kontributin që ka dhënë për fen, por nuk lejohet merret
çdo fjalë për çdo kujt, pa nëse ai kundërshton Kur'anin dhe Sunetin. Pra histori, shihni çfarë historish rreth tespijave, vlerës së tyre. Dhe thot më pas autori, Allahu më shirov, thot dhe evoloi çështja e tespijave derisa arriti tek vendosja e tyre në qafë. Pra i mbashin siç mbahen varset, mbanin tespijat, saqë pati për njerëzve të cilët shkruajtën edhe libra rreth rëndësisë dhe vlerës së mbajtjes së tespijave në qafë. Gjëra pa bazë, kupton? Dhe jo vetëm kaq thot, por arriti çështja deri aty sa njerëzit në përdorimin e tespijave nuk po jepnin më rëndësi dhikrit në fjalë, por thjesht rrotullimit të rruzave dhe i bënin aq shpejt sa që është e pamundur ta thush fjalën subhanallahu. Ti vanër edhe në ndonjë xhami tek ne, ndonjë që i përdor tespijat, i thot aq shpejt sa që ti habitesh, ora thash subhanallahu apo jo. I marrën, ti s'maro akoma subhanallahu, i marrë subhanallahu, alhamdulillah, Allahu akbar, Fatihan mbrapa, i marrë bani dhe duan dhe i akoma të tespit. Pra unë ka rasis të shoh raste të tilla, njerëz të tillë. Pra mi shpejtësi, a kupton, që vetëm dhikër nuk e quhen. Kjo nuk ndodh me që e prejtëm këtë çështje, tek ata që bëjnë vetëm tek ata që bëjnë tesbih, por ka edhe disa vëllezër të cilët i bëjnë sipas sunetit, pra me mozzat apo me gishtat, dhe i bëjnë shumë shpejt. Ty nuk është dhikr. Ty nuk është subhanallahu. Si mund t'ja lejosh vetes? Ti po madhëron mbretin e dynjas dhe të ahiretit. A pranon Allahu i gjithë pushtetshmi, i vetë lavdëruari, këtë madhërim që po i bën ti? Dhe ai s'ka nevojë as për adhurimin më të përsosur që mund të bësh ti. A i takon Allahut këtë lloj, a është e denjë që ta madhërosh Allahun me këtë lloj dhikr, shpejtësie, apo akoma dhe më keq disa me dorën e djathtë bëjnë tespih dhikr, me dorën e majtë marrin telefonin dhe navigojnë aty. Njëkohësisht, kam pa, nuk janë hamendësime, apo exagjerimin nga ana ime, i kam pa. Që s'është dhikr vëllezër. Kjo është një lloj loje me këtë lloj ibadet. Edhe pse niyeti i tij nuk është i tilli, por mënyra se si e vepron është lojë. Është lojë, nuk ka nevojë Allahu për ti. Je i ngarkuar, je i zënë, ik. Ama je i lirshëm ta bësh. Kjo tregon vëllezër që edhe namazi i tij nuk është i mirë. Sepse një njeri që e fal namazin me përkushtim, me ndjenjen e frikës, madhërimit për Allahun, sa jep selam nuk mund bëj dot një lojë të tillë me dhikrin. Por do ta bëj dhikrin me qetësi, me madhërim, çdo fjalë të dhikrit subhanallah, subhanallah, pra e ndjen. Zemra e tij del e mbushur me madhërim nga namazi. Ama një namaz nga fillimi në fund, problemet e dynjas, punët e tuaja, hallet e tjerë, dhe pastaj e bën dhikrin tillë, as nuk po e kupton çfarë po bën vetë që të reflektosh. Prandaj vëllezër tillë kanë nevojë të këshillohen. Nuk është kriter që ne ta lejmë këshillën. Ne e bëjmë këshillën në mënyrë më të mirë. Në qoftë se pas është temë gjërë, në qoftë se e dim që personi nuk e merr këshillën nga ty apo nga unë, i themi dikujt tjetër që ai e njeh. I thotë, vëlla, thuaj këtij që tregoj pak mënyrën e tij, sepse e kam pa në një mënyrë që s'më duket e përshtatshme. E kupton? Thotë më pas autori, jo vetëm kaq, por filluan ti bashkangjiten tespijave apo të lidhen me tespijat besime të çuditshme, thotë, besime të gabuara. Si sot për shembull trashëgimia e tyre, pra disa personi që e mbashin si të mirë, që kishte tespit, duhet trashëgohen tespit. Duhet i majnë trashëgim tespit. Dhe duhet i dhënë atyre një besim të veçantë, i ruani në mënyrë të veçantë si objekte të shenjta, madje edhe konsiderimi i tyre si vakufe. Vakuf. Në çmë mënyrë vakuf? Mashin tespijat e filanit për shembull, të sufistët është e përhapur kjo gjë. Vdiste ai edhe donin t'i jepnin këta sevap atit, vinin
merrnin të spijat e tij që ishin filan vend, kishte njerëz që i ruanin në çanta, të spijat e tij, ndoshta s'ishte një, po ishte disa personave. Vjen nga sufistët e sotëm, ka të atit që thonë kam trashëguar thonë të çallmën e profetit alayhis salam. Pra ai që ka mundur është çallma e profetit alayhis salam dhe sjelli zinxhir. Që zinxhir kodi, e kupton? Dhe që nuk ja vlen fare diskuton që ti hysh ti studiosh zinxhire të tillë. Dhe duke i dhënë atyre pra, duke i bërë si vakuve dhe vinin e dervishët apo fukarejnë të bënin të spi për shpirtin e filanit, pra që t'i shlonin sevapet të filanit. Disa të tjerë thotë që e dëshirojnë hajrin, por janë pa ditur, i varnin ato në xhamia. Dhe unë, thot autori, kam parë vetë në sytë e mi në disa vende islame. Edhe unë këtu, në Elbasan, kam parë. Në disa fshatra, në xhamiat e disa fshatrave, pra, të spi që i varin në murit e xhamisë, edhe për të ardhur njerëz për bërë të spi me to. Jo vetëm kaq thot, por shejtani luan me njerëz të tillë, duke i shtyrë ata drejt syefajsisë. Pra kur japin të spijave një vlerë që nuk e kanë, se ato janë thjesht një send, atëherë çfarë bën njerëz për të dukur si adhurues, si asket, si njerëz të zhytur në ibadet, në ato meditimet e veçanta të sufizëve pra e tjerë, si njerëz që i bëjnë dhikr të madh Allahut, i mbanin të spijat dukshëm që të shihesin nga tjerët dhe tjerët mendonin që ky është i tillë. Pra i jepnin vlerës vetes vlera të tilla. Dihet thot autori se pasuesit e tarikateve u lidhen aq shumë pas të spijave dhe patën një dashuri aq të madhe për ato, saqë kjo gjë u bë shenjë e tarikatit të gjithë secilit prej tyre. Pra secili tarikat thot kishte llojin e veçantë të spijave, që mund të ishte në përmasa, në numrin e ruazave, në ngjyrën, në formën e tjerë, në mënyrën si bëjnë dhikr me to e tjerë, duke i bërë të spijat si një detyrim për muridin, pra për atë që ndjek tarikatin, apo që merr diturin që pretendojnë sufistët nëpërmjet shehut të tij, duke e bërë detyrim nga fillimi deri në fund të jetës së tij. Dhe nëse do të hapeshim, do zgjeroheshim më tej, fjalët për të çështje do të ishin shumë thot, por thot i përmbledhim duke thënë se gjërat e tilla janë ekstremizëm në fe, janë shpërdorim i pasurisë. Më parë kemi përmendur që të spijat më të shtrenjta shoshin 100.000 dinar, monedha floriri, siç ishte njëri, dikush tjetër 50.000, a kupton? Derisa filluan të hapen punishte për prodhimin e të spijave dhe filluan njerëzit të krenoheshin, jo kush bën më shumë dhikr Allahut, siç erdhën muhaxhirët tek profeti alayhis salam na kaluan të pasurit, sepse dhe e dini hadithin që i mësoi profeti alayhis salam dhikrin, por kush e kush kishte të spijat më të shtrenjta. Kush të kishte të spijat më të shtrenjta dhe duke shpikur thotë histori të trilluara, siç janë ato që përmendëm disa prej tyre, halucinacione prej shejtanit, iluzione që u jep atyre shejtani rreth të spijave, siç do të përmendet edhe më pas historinë më të çuditshme. Dhe po përmend thot shehu në lidhje me këtë gjë, pra diçka thot, siç janë ato që njihen të spijat e Sheh Selwijut. Dhe thotë dhe sjell autori më pas në përmbledhje të tregimit apo historisë që tregon se Sheh Selwiju ka qenë në Andalus, sufist. Dhe pas vdekjes së tij, të spijat ruheshin në atë ambientin e tij të veçantë ku rrinte si asket dhe bënte dhikr. Dhe ishin shumë të mëdha. Do të çuditeni sa të mëdha ishin, saqë fillonin tavan dhe vareshin tort, dhe tavani thotë ishte shumë i lartë. Do thoni si i bante hypte me shkallë që të arrinte te rruza lart, jo, kishte vendos një çikrit quhet apo ja? Dhe me ato i rrotullonte që të vishin ruazat tek ai për të bërë. Po ç'është kjo vëllezër? Ç'është një bindarkesë kështu, një shpërdorim që teprim që a është dhikri i profetit alayhis salatu wassalam.
përkujtuesi më i madh i Allahut, dhikri i sahabëve, i Abu Bekrit, i Umerit, i Uthmanit, dhikri i tabiinëve, i dietarëve, kolozëve të ummetit. Hash li dhikri, pra tesbih, çfarë exagjerimi, subhanallahu. Prandaj thotë autori fillim dhe luajti shejtani me ta, duke u dhënë atyre halucinacione dhe iluzione rreth tesbihave. Pra mendonte se një tesbih kaq e madhe, kaq e gjatë, ishte më e mirë, më me vlerë edhe sa që kishte vendosur një mjet atë çikrikun për rrotullimin e tyre se ishte pa mundur t'i rrotulloje me dorë. Aq të mëdhaja ishin. Thot më pas autori, një pak fjalë thot, apo studim rreth varjes së tyre në qafë. Edhe këtu ka çudi nga më të ndryshmet. Prandaj nuk ka hajër të sufistët vëllezër. Sufizmi me të gjitha tarikatet e tij është sharr. Është sharr. Mjafton që është në kundërshtim me rrugën e menhexhin, akiden e profetit alayhis salatu wassalam dhe u mbyll kjo temë. Kush thotë që ka prej sufizëve që janë të mirë, gabon rënd. Gabon rënd. Apo ka prej sufizmit që është i mirë, gabon rënd. Nuk mund të jetë mirë që ai që kundërshton rrugën e profetit alayhis salatu wassalam. Mana alayhi al-yawm wa ashabi. Ajo që rruga që jam unë sot dhe sahabët e mi, tha profeti alayhis salam. Kur pyet për grupin e shpëtuar. Thotë gjithashtu thot ata përmendin se kur një i varfër mbaron tesbit, pra dhikrin me tesbit të mesme thot, i quajnë ata sufistët mesme, ndoshta kanë kuptimin vogla të mëdha si ajo që varri dhe tot mesmet ose në vlerë, duhet i vendosi tesbit në qafë. Ti vari në qafë për madhërimin e tyre, sepse kjo është formë madhërimi për tesbit. Pra, subhanallah, pa lidhje fare, por dhe një formë respekti dhe nderimi për to. Siç përmendet se nga ash-Sha'raniyu al-Qutb, ash-Sha'raniyu. Fjalën al-Qutb sufistët e përdorin si për gradën më të lartë të një kleriku fetar, duke u bërë referencë e pagabueshme fetare. Al-Qutb është referencë e pagabueshme fetare dhe është si dhe feja merret dhe mësohet dhe kuptohet prej tij. Pra kjo është një lloj forme për t'i larguar njerëzit nga Kurani dhe Sunneti dhe për t'i orientuar drejt shejtanëve të tillë, të sufistët. Ka al-Qutb, ash-Sha'raniyu, thotë për veten tij se një herë thotë shtela me këmbë tesbihat dhe nga frika dësh vdiqa. Nga buroj që frikë, nga madhërimi, shenjtërimi. Pra, nuk po them se i adhuronin, po sikur kishin kaluar në adhurimin e tyre. Subhanallah. Gjithashtu thot nga fjalët e tyre përmend autori se varja e tyre në qafë i mbron ata, pra si nga humbja se mund të humbin, por edhe nga shtelja me fjalë padashja apo në ajo për çmimin që mund të bëhet apo prishja që mund t'i ndodhë atyre. Por gjithashtu thot është edhe nënshtrim për egon. Pra shive e lidhën edukimin e nefsit me varjen e tesbihave në qafë, se ç'lidhje ka tesbiha në qafë në edukimin e nefsit. Pra jo me Kur'anin, me Sunnetin, por me tesbihat në qafë, jo me pasimin e profetit alayhis salatu wasallam, me këshillat e dietarëve e tjerë, por me varjen e tesbihave. Dhe gjithashtu thotë që frenon prirjen e nefsit drejt stolisjes me morale të errta, pra me vese të errta e tjerë. Dhe thotë më pas dhe këtu kemi një prallë tjetër të sufizëve rreth tesbihave. Tregohet që tesbihat të varura në qafat e melajkeve. Pra jo vetëm njerëzit, po edhe melajket i varkan tesbihat në qafë, La ilaha illallah. Pra ne thash fillim, po të vinë ai regjisor i Hollywoodit, lexoj librat e sufizëve, do të jetë material për telenovela, kupton, nga më të çuditshmet. Përmendet thotë se nga al-Qutb, pra ai titulli, që është si ndërmjet Allahut dhe robërve të tij, al-Gawthi, pra që i kërkohet ndihmë,
i luten atij, i adhurojnë atë, i bëjnë shirk Allahut. Ad-Darqawiyu, çfarë ishte emri? Se një herë ky Allahu subhanahu wa taala i shfaqi atij me lajke që ishin si detyrë t'i bënin dhikr Allahut në mënyrë të vazhdueshme. Ky ishte funksioni i këtyre me lajkeve, sipas sajt, halucinacioneve të tij. Por edhe mund t'i shpinin vetë, i shpinin dhe vetë. Dhe pa që ata i mbanin të spijat në mënyrë të rregullt të varura në qafat e tyre. Kjo është gajb. Nuk mund ta mësosh vetëm se nëpërmjet shpalljes, Kuranit dhe Sunetit. Por ky ishte qudb. Pra ky ishte, Allahu na rrit. Tesbija thot janë edhe shenjë dalluese e tarikatit apo grupit Ash-Shadhili, Ad-Darqawi. Tarikati Ash-Shadhili, një nga tarikatet e mëdha sufiste. Ebul Hasan Ash-Shadhiliu. Ebul Hasan Ash-Shadhiliu ka lindur në vitin 593 të Hijrit. Dhe pjesë e këtij tarikati që vazhdon të jetë edhe sot, ose nën det e këtij tarikati është edhe një grup tjetër që quhet Al-Hasafiyye. Ta janë në Egypt përhapur. Dhe nga antarët e këtij nën tarikati apo nën dede Al-Hasafiyye ishte edhe Hasan al-Banna, themeluesi i grupit të humbur dhe të devijuar dhe fitnexhi, Ikhwan al-Muslimin, vëllezërit musliman. Një grup i humbur që e kundërshton rrugën e pasuesve të Sunetit, Ahlus Sunne, në baza, jo në det, por në baza e kundërshtojnë ata. Dhe Hasan al-Banna nuk ishte njëri i ditur në fe, mësues, ndryshe nga babai i tij që kishte dituri fetare, sidomos në fushën e hadithit, kishte. Por ky s'kishte dituri fetare dhe ishte sufist. Sufist e shari. Kupton? Njëri me bidate. Dhe themelor të grup Ikhwan al-Muslimin, vëllazëria muslimane që janë shumë përhapur sot dhe kanë një buxhet shumë të madh. Sepse janë të shtrirë në Amerikë, nuk po themi venet arabe por deri në Amerikë, në Europë, kanë bizneset vetat të mëdha. Dhe së fundi Amerika i shpalli si grup terrorist. Po puna aty kanë lidhje edhe me politikanë, sidomos në Itali. Vëllezër musliman në Itali, si grup, kanë lidhje me politikanë të ekstremit të djathtë. Janë të lidhur fort. Dhe kjo është çështje tjetër që mos kalojmë, do flasim i ditë inshallah për të grup të humbur që është përhapur, që ka prezencë në Shqipëri. Dhe thotë se mbajtja, varja e spijave në qafë është një simbol dhe një shenjë të këtyr tarikat, nga tarikatet e sufistëve. Sa që thonë njerëzit e ditur të tyre, pra që i kanë ata si të ditur dhe që janë në pozitën e tretë, pra në shkallën e tretë, se kjo mbajtja e të spijave për në qafë është një gjë që na ka afruar neve tek Allahu. Subhanallah. E kanë kalu një ibadet. Të janë bidate të qarta. Prandaj nuk e lejmë atë dhe nuk largohemi dhe nuk heqim dorë prej saj. Dhe thotë autori dhe i mbajnë të spijat në qafë pas përdorimit të tyre. Pra pas imbarojnë të dhikrin, frap të spijat në qafë. Dhe unë kur isha në Medinë shija në njerëz tillë, kur vinin për umra apo për haxh. Po sa kam pas ditë. Mendoja që marrë shuhec. Po që kishte lidhje me akide, me adhurim, nuk e kisha ditur këtë gjë. Por gjithashtu thot, e bëjnë të gjë edhe për të përngjarësuar me melajket, siç i tha ai gënjeshtari i tyre që ju shfaqen me lajket dhe i pa.
Pra, duke mbajtë spian qafë për ngjason me lajket. Pra, jo në largimin e gjunafet, në madhërimin e Allahut, në frikën për Allahun, por mbajtë spian qafë edhe. Pastaj si çështje tjera autori dhe i përmend ato çuditë sufizë që inshallah do t'i lexojmë në netat e ardhshme, për të ardhur më pas në një rezume që i bën autori krejt këtyre qëndrimeve apo veprimeve apo besimeve që kanë sufistët për këtë mjet që s'është gjë tjetër veçse një send të spijat. Pra, që edhe mund t'i shkelësh dhe s'bën gjunaf, edhe mund t'ja japësh fëmijës të lujë me to dhe s'bën gjunaf, edhe mund t'i hudhësh dhe s'bën gjunaf, sepse janë thjesht një send që nuk i përket fesë. Dhe as rregullave fetare, s'ka lidhje me fenë. Lutem Allahun subhanahu wa taala na hapi neve për qëndrim në akiden e vërtetë, sunetin e profetit alayhi salatu wassalam, na ruaj neve nga devijimet dhe nga lajthitjet të tilla, na mbaj larg njerëzve të tillë dhe lajthitjeve të tyre. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.